E shtuna e madhe po vjen, 7 qershori, shqiptarët kudo që jetojnë e veprojnë me padurim, e presin superpërbardhjen mes Shqipërisë dhe Serbisë në kuadër të grupit K të kualifikuesave për kampionatin botror në futboll. Media serbe bën 9-2, mbetet pa fjalë nga shqiptarët. E para mbi 200.000 shqiptar kanë aplikuar për një bilet. Kjo dëshmon se sa janë të lidhur me futbollin. Biletat kushtojnë deri në 13.000 euro, është titulli me djumit serb. Është pak të thuar se ka eufori midis tifozëve shqiptar përpara vizitës së Serbisë në Tiranë për ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës 2026. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se ka marrë mbi 200.000 kërkesa për bileta për ndeshjen historike me Serbinë të paparën për 7 qershorin në stadiumin Air Albania. Duhet të kujtojmë, Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të shpërndajë 22.500 bileta për ndeshjen në shortin pikërisht për shkak të interesimit të madh nga tifozët, si vendas ashtu dhe të huaj, shkruan mes të tjerash media serbe. Në veçanti në faqen e internetit të njohur Viagogo për shitjen e biletave. Biletat për ndeshjen Shqipëri-Serbi shiten me një çmim prej 170 eurosh më e lira, deri në një çmim marramëndës prej 13.000 eurosh më i shtrenjti, i cili ofrohet në këtë faqe interneti.